Çështja penale ndaj ish-ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqa në dosjen e njohur si sterilizimi ka hyrë në një fazë të re debati ligjor, pasi mbrojtja e tij ka ngritur kundërshtime të forta ndaj mënyrës së formulimit të akuzës. Sipas avokatit Ermal Yzeiraj, ekzistojnë qëndrime të ndryshme mes prokurorisë së posaçme dhe gjyqtares në seancën paraprake lidhur me veprën penale për të cilën Beqaj duhet të gjykohet. Ai deklaron se SPAK nuk ka ngritur akuzë për vjedhje duke shpërdoruar detyrën apo grup të strukturuar kriminal, por këto elemente sipas tij janë materializuar në vendimin e gjykatës. Mbrojtja e ish-ministrit e konsideron këtë situatë si një shkelje të rëndë të parimeve bazë të procesit penal, duke theksuar se sipas ligjit shqiptar, vetëm prokurori ka të drejtë të ngrejë akuza, ndërsa gjykata duhet të mbetet në rolin e shqyrtuesit të saj. Për këtë arsye, mbrojtja e Beqajt ka paralajmëruar se në seancën e 28 prillit do të kërkojë pushimin e çështjes. Nëse kjo kërkesë nuk pranohet, ata do të kërkojnë ndërkimin e çështjes në gjykatën kushtetuese për kontroll incidental mbi nenin që lejon ndryshimin e akuzës në seancën paraprake. Ndërkohë, sipas të njëjtave burime procedurale, një tjetër trup gjyqtarësh në GJKK ka vijuar procesin për të bashkëpandehurit në këtë dosje, duke rrëzuar vetëm pjesën e akuzës që lidhet me grup të strukturuar kriminal, ashtu siç ishte propozuar nga gjyqtarja e seancës paraprake. Çështja mbetet ende e hapur dhe pritet të sjellë zhvillime të mëtejshme në vijim të procesit gjyqësor.